Përshëndetje dhe mirë se ardhët në magazinën informative 21 drejt për drejt, ka dështuar për herë të 25 përpjekja e deputetëve për konstituimin e Kuvendit Kosovës. Propozimi kryesuesit të seancës Avni Dehari për formimin e komisionit zgjedhor që do të mundësonte votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit nuk mori mbështetjen e nevojshme. Vonesat e deputetëve, skenari i njohur dhe përfundimi i parashikueshëm është kjo situata që po na shoqëron çdo 48 tetor në sallën e Kuvendit. Episodi i 25 i përpjekjes për zgjedhjen e kryetarit nisi me një orë vonesë dhe përfundoi pa vendim. Kryesuesi Avni Dehari kërkoi edhe një herë krijimin e komisionit për votim të fshehtë. PDK, LDK, AAK, Nisma dhe Lista Serbe nuk propozuan anëtarët për komisionin për votim të fshehtë. Ftoj PDK-n që të propozoj një deputet për anëtar të komisionit. Ftoj LDK-n të propozoj një deputet për anëtar të komisionit. Ftoj Listën Serbe të propozoj një deputet për anëtar të komisionit. Ftoj AAK-n Nisma të propozoj një anëtar, një deputet për anëtar të komisionit. Lus deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Kush është për? Por edhe kësaj radhe procesi u bllokua në numra. As pas 25 tentativash nuk gjeti mbështetjen e ish partive opozitare për formimin e komisionit për votim të fshehtë. Kanë votuar për 51 deputet, kundër ka qenë 1, abstenim nuk ka, nuk kemi quorum, ndërpritet seanca më 4 qershor në orën 11 shihemi përsëri. Të mërkurën në orën 11 skena do të hapet sërish, me aktorët e njëjtë dhe tekstin e njëjtë, zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Edhe pas dështimit të sotëm të konstituimit të Kuvendit, subjektet politike akuzuan njëra tjetrën për bllokim të këtij institucioni. Për partinë që doli e para nga zgjedhjet e 9 shkurtit, lëvizjen vetëvendosje bllokuesit janë ish opozitarët. Ndërkaq, partitë e tjera akuzojnë lëvizjen vetëvendosje për këtë ngërç politik. Me ardhjet e daljet e shpejta nga Kuvendi, deputetët duket se janë mësuar. Madje për seancat me kozgjatje të shkurt, faji po vazhdon të mbetet jetim, pasi askush atë nuk po e merr përsipër. Edhe pas dështimit të 25 deputetët vazhdojnë me akuza e kundër akuza për bllokim të punës së Kuvendit, derisa në qendër të zjarrit politik vazhdon të mbetet Albulena Haxhiu, e cila vazhdon të jetë vetëm në garën për kryetare të Kuvendit. Por kjo e fundit i mohon akuzat duke shtuar se ka pasur edhe sulme seksiste ndaj saj. Ata më quajnë përqarse, konfliktuoze, por unë jam jashtëzakonisht e hapur që diskutojmë për secilën çështje që unë e kam bërë gjatë karrierës time politike, për çfarëdo vendimi që unë e kam marrë asnjëherë, domethënë nuk kam vepruar në kundërshtim me interesat e qytetarëve dhe me Republikën e Kosovës, për dallim që shumë prej deputetëve të opozitës në të kaluarën kanë votuar kundër interesave të Republikës së Kosovës. Sulmet seksiste, mizogjene kanë qenë të papranueshme. Përfaqësuesja tjetër e lëvizjes vetëvendosje Arbresh Kryeziu Hyseni fajin e hedh tek ish opozita, e cila sipas saj po saboton qëllimisht çdo përpjekje për votim të fshehtë. Madje siç thot ajo, veprimet e tyre bien ndesh me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Ne si vetëvendosje në vazhdimsi kemi thënë që ky është qëllimi i partive opozitare në Kuvend, pra vazhdimi i bllokadës dhe pamundësimi konstituimit të Kuvendit të Republikës Kosovës, duke mos marrë pjesë madje për 17 herë radhazi as në votimin për të krijuar një komision i cili e lejon procedurën e fshehtë. Pra është një procedurë cilës do duhet i nënshtrohej secili deputet në Kuvend Kosovës. Por nga ana tjetër, Vlora Qitaku nga PDK thot se përgjegjësinë për këtë bllokadë e mban pikërisht lëvizja vetëvendosje. Kuvendi dhe institucionet e Kosovës vazhdojnë të mbesin të bllokuara
për shkak të kryenetësisë së grupit të parë parlamentar. Edhe njëherë bëjmë ftesë për reflektim, Kosova është më e madhe se sa secili prej nesh veç e veç. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Haziri ka thënë se nuk do të tërhiqen nga pozicioni tyre në kuvendin e Kosovës, pavarësisht se në sa do të arrijë numri i tentativave. Sa më shpejt dhe një marrëveshje politike është përtej urgjente sepse Kosova përfundimisht është në krizë politike e cila në mungesë funksionimit kuvendit në radhë parë. Me vonë edhe të ekzekutivit me legitimitet që ka dalë për 9 shkurtit e pa mundëson me ecë. Procesi është bllokuar në pikën kyçe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Besim Allmotej në këtë temë si të dilet nga ky ngërç i krijuar, cila pritet jetë përgjigjja e gjykatës kushtetuese ndaj kërkesës së AK-s rreth mënyrës së votimit për të zgjedhur kryeparlamentarin. Në këtë temë flasim me profesorin e së drejtës kushtetuese, ish anëtarën e gjykatës kushtetuese, Kadri Kryeziu. Mirë se ardhët tonë, profesor. Mirë se gjej. Zë Kryeziu, si e shihni situatën aktuale në kuvendin e Kosovës dhe në përgjithësi situatën politike pas 25 tentimeve të dështuara për konstituimin e kuvendit? Është situatë pa precedens, dhe me thonë në teorinë dhe praktikën parlamentare të Republikës Kosovës nuk ka ndodhur kjo situatë, o situatë për herë të parë në cilën ka ndodhur dhe e konsideron një situatë alogjike dhe absurde. Kështu që tash mjetet për me dalë nga kriza, ekzistojnë mjetet politike dhe juridike. Mjetet politike në kupton duhet vullneti i forcave politike që të bashkëpunojnë dhe të kalojnë këtë ngërç. Mjetet juridike kam cekë, disa herë është vetëm edhe një në të cilën presidentja si autoritet dhe faktoritetit të shtetit ka të drejtë të bëjë një kërkesë gjykatës kushtetuese të shikoj se është kelur kushtetuta në mos se konstituimin e parlamentit. Është një problem më shumë artificial, se sa real, procedural, juridik. Po, konstituimi i parlamentit është një moment solemn të quaj kështu dhe inkuadrues e cila do të krijon disa perceptime edhe procesin të cilin në të ardhmen për me funksionu parlamenti. Kjo ka qenë procedurë e thjesht formale dhe formalitet, duke pas parasysh se janë përcaktuar dy njerëz që udhëheqin, njëri më i vjetër, njëri më i ri, është më shumë solemn se sa karakteri të zyrtar. Kështu që këto situata kanë qenë edhe në parapasi soleme për shkak se të gjithë deputetët, grupet parlamentare kanë për detyrë dhe kanë të drejtë të votojnë për njerëz të tyre. Një kryetar, pastaj edhe nën kryetarët edhe minoritet, kështu se të gjithë votojnë për të veten. Dhe në këtë formë ne nuk kemi mund të parashojnë momentin kur e kemi hartuar kushtetutën që mund ndodhen këto situata të parashikueshme, kështu që duhet të presim të kalon ky ngërç, pastaj duhet të amendamentuar kushtetuta. Cila është përgjegjësia e deputetëve për te interpretimeve kushtetuese për konstituimin e kuvendit? Së pari kanë përgjegjësi morale, dhe më thonë njerëzore, pastaj edhe kushtetuese dhe ligjore, sepse janë populli i ka zgjedhur që janë përfaqësues të popullit që kanë për detyrë lehtësimin e jetës qytetarëve. Kështu që kjo është papërgjegjësi bukur e madhe në të cilën ndodh, domethënë te ne, përndryshe këto situata ndodhen edhe në vende të tjera, të shtetet që janë 200 vjeçare, por ne jemi shtet në tranzicion edhe në ndërtim. Kështu që për kujdesja edhe përgjegjësia duhet të jetë shumë më e lartë se sa të jetë një shtet i Belgjikës ose një shtet tjetër. Si keni pa rolin e kryesuesit të seancës, Avni Dehari, i cili për këto tentime të vazhdueshme për herë të 25 nuk arriti që të binë deputetët. Nuk është faktor vendimar, se ka një agent edhe duhet të përmbahet. Ma shumë është njeri praktik dhe teknik se sa vendimar. Kështu që vjen keq që është i vjetër, tani vjen keq që është i burgosur politik, se të isha në vend të tij nuk do të kisha vazhduar kështu. Dhe çfarë të bëhej, ka obligim me rregullore. Deputet, domethënë, jo, mund me dha dorëheqje dhe mos më vazhdu, se ka qenë në burgosur politik dhe ne të burgosur politik e shohim shtetin ndryshe. Shteti është arritur ama madhe historike në 100 vjet çfarë në këtë 100 vjet çfarë, por arsyeja e krijimit të shtetit është për liri, pavarësi, demokraci dhe integruar. Nuk është shteti me kriju çfarë situata të paqena.
Dhe realisht me këtë qasje nuk po respektohet shteti i Kosovës nga ana e deputetëve. Jo, po shkelet në kuptimin, domethënë, edhe shkelet kushtetuta, edhe ligji, edhe normat njerëzore, gjitha këto, domethënë, janë situata absurde dhe cilën qytetarët të cilët janë me subjektivitet të plot, domethënë, kanë përgjegjësi për këtë. Domethënë, veprimet të cilat bëhen tyre deputetëve në përgjegjësi janë sigur me qenë njerëz të cilët ndoshta e mungon zësia e veprimit dhe juridike. Po, dhe tashmë në gjykatën e kushtetuese është një kërkesë e AK-s për interpretimin e mundësisë së votimit të fshehtë, është kërkesë e AK-s realisht, a mund të sjellë zhbllokim ky proces? Lirë, kjo është votimi i fshehtë dhe votimi i hapur, janë parime kushtetuese, janë të sancionuara me kushtetut. Përndryshe, tash si të fillon mënyra se si fillon votimi, duhet të mirën vesh deputet. Kemi problem? U rregullu shumë shpejt. Audio, po. Mënyra, domethënë, kjo është e parim, domethënë kushtetues, votimi i fshehtë dhe i hapur, i cili konsiderohet si votimi i fshehtë më demokratik, më i thellë në demokraci, dhe votimi i hapur. Këto varet prej vullnetit të këtyre deputetëve si do të fillojnë. Kanë filluar, sa di unë kanë filluar dhe në marrë vesh që të shkojnë me votim të hapur. Ta mund të ndryshojnë këte, por për ndryshuar këte duhet të mirën vesh për sëri dhe e shkon me vota, duhet të gjatë një vota. Nuk është shkelje kushtetuese për shkak se ta s'kanë arrit të krijojnë të një vendim ose të ndryshojnë parimin e zgjedhjes. Kështu që janë vetëm në tentativë. Tash nëse shikojmë edhe ma thellë nga aspekti doktrinar, edhe deputetët të cilët janë sot deputetë nuk janë deputetë kuptimin e legitimitetit plot, për shkak se detyra atyre parësore është nxjerrja e ligjeve. Janë vendimarrës, tash nuk janë vendimarrës, kështu që janë edhe deputetë, i kam quajtur deputetë në tentativë, derisa nuk zgjedhet kryetari i parlamentit, atëherë janë deputetë që paguhen, por nuk rryjnë punë. Po kjo është një marrëdhënie juridike e karakterit politik, në të cilën ta nuk duhet ta konsiderojnë si vend pune. Marrëdhënie pune. Deputeti nuk është marrëdhënie pune, po është përfaqësuesi i popullit. Kështu që ato ta lëmë anash, domethënë ajo është aspektin financiar, po në aspektin njerëzor, edhe intelektual, edhe në aspektin kushtetues dhe ligjor, ta duhet me qenë shumë më të përgjithshëm se sa po vazhdojnë kështu. Ndoshta do duhej që të përcaktohej që paga e deputetit të nisë të rrjedhë nga dita e konstituimit të kuvendit, ndoshta do të kishte presion nga vetë deputetët që të gjejnë një zgjidhje. Sepse në këtë situatë duken shumë komod. Zdia kam qenë të ti, kam propozu për në të ardhmen, ndryshohet dhe me thonë ligji zgjedhor dhe për deputet, kështu që ata të cilët dëshirojnë të bëhen deputet, mos kenë paga fare. Atëherë shkojmë me meritokraci. Nuk mund të konsiderohet marrëdhënie pune me të bëhesh deputet. Kjo është absurde dhe nuk përkon me tradita demokratike të shteteve perëndimore. Kështu që në të ardhmen, nëse dëshiron dikush të jetë deputet, atëherë duhet ta dinë se në moment kur bëhet përfaqësues i popullit, duhet të mbrojnë interesat e popullit, jo të partisë dhe interesat personale. Kështu që kjo është një situatë absurde ta quaj, dhe në të ardhmen duhet të bërë ndryshime edhe në kushtetutë, edhe në rregullore të parlamentit, edhe në ligjin mbi qeverinë, e cila është një ligj, domethënë i artë ta quaj kështu, i cili është bën në kundërshtim me vetveten, po ashtu edhe me kushtetutën. Profesor, derisa jemi në pritje të një përgjigje nga ana e gjykatës kushtetuese, kemi parë interpretime të ndryshme të rregullores së kuvendit nga deputetët e vetëvendosjes dhe ata të partive të tjera parlamentare. Derisa vetëvendosja thotë se mund të votohet edhe në mënyrë të fshehtë, pasi që tentuan disa herë, nuk u arritën votat për të zgjedhur kryeparlamentarin. Këto partit tjera që ishin në opozit e kundërshtojnë, duke thënë se po tentohet të shkelet rregulloria e kuvendit, duke ndryshuar në mes të seancës votimin nga i hapur në të fshehtë, pasi që llogaritet që vetëm një seancë është me këto 25 përpjekjet për konstruim. Si autorizuar me ligj janë edhe deputet të cilët kanë të drejtë të bëjnë ndonjë kërkesë në gjykatë kushtetuese. Kjo është e parapame me në 113.5 në të cilën konsiderohet që deputetët dhe deputetët kanë të drejtë të bëjnë një ankesë kushtetuese, si e quajmë ne, nëse konsiderojnë se ligji nuk është në përputhje me kushtetutën, ose gjatë nxjerrjes procedurat të nxjerrjes të ligjit ka pas anashkalime ta quaj kështu.
Kjo situatë është një situatë në të cilën gjykata kushtetuese, në ta dinë opinioni publik, gjykata kushtetuese nuk përcakton data. Një përfundim, pa thëmë hipotetikisht, mund dhe me qenë që në Kuvendi i Republikës duhet të konstituohet në një afat të arsyeshëm. Po thëmë në mënyrë hipotetike, nuk përcakton data. Këto data a do të duhet që të përcaktoheshin në rregulloren e punës së Data duhet Kuvendit? të përcaktohen edhe në kushtetut, tashti mos i ka ndodhur rasti edhe në rregullore. Për ndryshe, po supozojmë, në të ardhmen do të bëhet amendamentimi i kushtetutës dhe do të thuhet që brenda 30 dite duhet të konstituohet parlamenti. Nëse jo, shkojmë në zgjedhje. Po supozojmë kështu. Dhe a do duhet që të përcaktojë edhe emri faktikisht kandidati se sa herë duhet të ose i mundësohet që të kandidoj për një post të kryeparlamentarit, pasi që duket e pakuptim që një kandidat të kandidoj 48 orë, kjo është bërë duket me rregullorën e fundit, po kjo ka një logjik. 48 orë ka logjikën vetëm 2 herë. Herën e parë ka mundësi që ky maj vjetri mos mu, ose ka një problem të natyrës teknologjike, kompjuterike, ta quaj kështu, herën e dytë duhet të përfundoj. Kjo është pas shpjegueshme, domethënë nuk ka domethënë nuk mund të rrogë as shkenca, as doktrina të përzgjedhje, as kurrë gjë tjetër. Domethënë është diçka pas shpjegueshme e cila nuk ka ndodhur në shtetet perëndimore, kur ne kemi domethënë një kushtetutë e cila është kushtetutë liberale, demokratike, dhe kajherë mendoj se kemi përgatitur një kushtetutë më tepër se sa jem të përgatitur, domethënë kulturën tonë politike dhe shtetërore. Pra, a do të imponohet që partisë e cila dele para të mos insistoj vazhdimisht në një kandidat, por nëse një ose 2 herë ose 3 nuk arrin që të zgjedhet kryeparlamentarit, të ndryshoj kandidat. Kjo shpjegohet kështu. Domethënë partitë politike, kur dalin në zgjedhje, konkurrojnë, ata dalin me marrë pushtetin. Domethënë me marrë pushtetin, me rujt pushtetin edhe me participu në pushtet. Partia e parë në bazë të kushtetutës e merr pushtetin legjislativ. Pastaj për pushtetin ekzekutiv ose për pushtetin, domethënë për qeveri, ajo është një afat tjetër, një situatë krejt tjetër. Nuk nënkupton që partia e parë për herë tjetër edhe kryeministri i partisë parë, për shkak se nëse po atëherë duhet 51%. Por ne si popull nuk jemi të përgatitur dhe praktika na tregoj se një parti politike me udhëheq me qenë vetëm janë qeveri. Sepse ne kushtut kemi para pa, domethënë se jemi tranzicion, minimumit jetë domethënë 2 ose më shumë parti në qeverisje në koalicion. Koalicioni është shëndet për demokracitë fillestare. Po, dhe ka pasur edhe interpretime që gjykata kushtetuese nuk ka kompetenca të ndërhyj Kuvendit të Kosovës në punë, se si duhet të funksionoj pasi që kjo duhet të rregullohet me rregullore të Kuvendit. Gjykata kushtetuese ka kompetenca që përmes akteve të cilat i nxjerrin autoritetet e shtetit ta disiplinojë shtetin, ta kontrollojë shtetin. Domethënë, tash rastin konkret mundet me qenë ky rasti ne e quajmë i palejueshëm, për shkak se është pale autorizuar, sepse si thash deputet ende nuk kanë legitimitet, pastaj a ka materie për gjykatë kushtetuese, është afatizuar kështu me radhë, domethënë kjo nuk ka ndonjë shpresë të madhe që mund të bëhet diçka, mund ta zgjidh, se këtu ka nevojë vetëm caktimi i datave si është për qeveri. Për shembull, 15 ditë plus e kill, 10 ditë, nëse jo shkojmë në zgjedhje. Dhe kjo do t'i vënë në lëvizje pastaj deputetët. Absolutisht, po kjo nuk mund të bëhet tash, asgjë s'mund të veprohet tash derisa të zgjedhet kryetari i parlamentit si autoritet vendimarrës. Dhe ekziston mundësia që gjykata kushtetuese ta shmang një përgjigje kërkuar nga grupi parlamentar i deputetëve të AK-s dhe të deputetëve tjerë, duke quajtur si jo kompetencë gjykatës situatën në cilën ndodhet Kuvendi? Nuk mund, t'jap ndonjë mendim, se ndoshta i vjen edhe konflikt interesi e kështu, por gjykata kushtetuese jemi bindur që ka me trajtuar në mënyrë shumë profesionale, domethënë duke i ndëgjuar edhe palët ose marrë domethënë mendimin e palëve në kontestion dhe do të jap një vendim, domethënë një verdikt të panshëm. Dhe çfarë pasojash do të kishte nëse do të kishte një refuzim të përgjigjes ndaj AK-s, do të thellojë edhe më shumë kriza politike nëse nuk kemi përgjigje? Jo, pasoja më të mëdha, këto janë pasoja fatshkurtëre. Pasoja më e madhe është se ne për shkak të moskrimit të qeverisë s'kemi hyrë në Këshillin e Ministrave, në randitës, edhe më duhet janë 1 miliard e 900 milion nuk kemi mundur të absorbojmë,
të në pasojat afat shkurtre, pasojat afat gjate, kryojmë dhe më thonë një negativitet nga miqtu ndërkombëtar dhe ne konsiderojmë të pa përgatitur për ndërtimin e shtetit. A kanë presion gjyqtarët për të marrë një vendim pro palës njërës apo palës tjetër, apo jo? Absolutisht, ata e nëmë gjyqtarë, absolutisht asë njëherë nuk kemi qenë të anushëm këtë drejtim, por kjo është qëto kërkesa që i qujmë ne jenë kërkesa të organizatëve ose shtetërore, kjo i qujmë të kërkesa jenë ma publike, jenë ma integruse, dhe me thonë, edhe qytetarë, dhe me thonë, intereson ma shumë, disa aty ma shumë di ka kërkesa individuale, mbi 96% janë. Për ndryshe, nuk mund të mirët ndo një vendim subjektiv aty, por objektiv për shkak se nën gjyqtar edhe absolutisht nuk ke shans të kryojsh diçka të ndërhysh nga jashtë. Edhe asë njëherë s'ka ndërhy. Prej që kam qenë aty edhe tash dhe në tarme, se janë një shumë, dhe me thonë, personale, janë njerëz të përgatitur profesionalisht, ka një përvojë, po nuk i kanë ato detyra, ato vështërsi që kemi pas në fillim, tash e kanë ma letë. Dhe nëse gjykata jep një përgjigje në favor të votimit të fshehtë, mendoni se do të detyrohen pastaj deputetët ta respektojnë atë dhe të kalohet më njëherë në votimin e fshehtë për formimin e komisionit, pasi që janë të obliguar të marrin pjesë në votim, apo jo deputetët? Ajo është e parapavu, dhe thonë, është e parapavu me kushtetutë. Nuk nënkupton kushtetuta, nuk përkufizon për kënd të votoni, por është deputeti ka për detyrë kushtetuese me votu për, kundër dhe me abstenu. Dhe po nuk nënkupton personin, dhe thotë që përkeqen rëpetohet ka herë. Dhe thonë, edhe kështu që gjykata kushtetuese mund të jep një verdikt, e cila ndoshta mund të ndihmoj situatës caktuar, por kjo shkon më shumë në aspektin e rekomandimeve. Përndryshe, tu është e nevojshme të përcaktohen data, koha e kështu me radhë. Në përvojën tuaj, sa keni qenë ish antari i gjykatës kushtetuese, sa keni qenë antari i kësaj gjykatës, sa ka qenë e vështirë që vendimet që merrni të jenë të balancuara mes raporteve në politikë dhe raporteve institucionale? Shiko, gjykata kushtetuese është një organ i centralizuar të ne, i cili ka shumë përgjegjësi, por konsiderohet si zemra demokracisë një shtet demokratik, sepse përveç e bën interpretime përfundimtar, dhe me thonë të kushtetutës, i mbron të drejta dhe lirit e njëri nga shkelja e autoritetet zyrtare, dhe bën një farloj kontroli ndaj pushteteve për shkak të ruajtjes së shtetit dhe stabilitetit në shtet. Kështu që ne kemi pas do situata pak më të rënda, po i kemi te kalu tilla për kundër asaj që nuk kemi pas përvojëse. Dhe me thonë, një gjenerata imisha kemi qenë edhe themelues të gjykatës kushtetuese, kështu që unë e konsideroj se është një prej organeve më respektabile në Republikën e Kosovës, dhe gjyqtarë që një personalisht janë shumë përgatitur dhe të panshëm. Dhe situata në cilën ndodhemi shpeshher krahasohet me atë të vitit 2014. A ka ngjashmëri të kësaj situate? Jo, absolutisht, s'ka asë një ngjashmëri. Viti 2014 është kur opozita, sikur tash, opozita ka propozu një person për kryetar të parlamentit, dhe ata kanë pyet pastaj në pjesa tjetër, deputetët kanë pyet gjykatë kushtetuese a ka të drejtë me qenë njëri person i opozitës, me qenë kryetari i parlamentit. Ai ka qenë Ismail Saha, më duket, dhe ne kemi thonë se nuk ka të drejtë, se vetëm partia e cila fiton, ka më shumë të deputetëve fiton votat në zgjedhjet parlamentare, ata kanë detyrë që të krijojnë institucionin e parlamentit. Dhe nëse nuk arrihet zhbllokimi i konstituimit të kuvendit kësaj situate politike as pas vendimit të gjykatës kushtetuese, cilat janë skenarët përpara? Po shiko, tash mjete juridike ka, mjete politike ka, domethënë mjetet juridike bukur shumë janë të shtershme, mjetet politike tani duhet me kalu sipas mendimit tim me mjete jashtëparlamentare. Presioni publik, pastaj shoqëritë civile, për shembull, kishte me qenë, veç po them si propozim, kishte me qenë në rregull për shembull këta këshillat drejtuese, domethënë këshillat drejtuese partive politike, këshillat përgjithshme quhen partive politike, ata e luajnë rolin e farlloj parlamenti, ata me kërku me i shkarku këta deputet. Revokim se masa ndeshkuese, kushtetuese janë vetëm 3. Është shkarkimi, pastaj është dorëheqja dhe revokimi. Revokacio, dhe në thonë, me tërhek deputet me qenë në nivel duhet, me kulturë të lartë politike dhe kushtetuese, për shembull, me mbledh këshilli drejtues i partive politike dhe me i shkarku, me tërhek të gjithë këta deputet të cilët sot janë deputet.
Po kjo është vështirë të bëhet, duke pas parasysh që gjithë deputetët veprojnë si merren vendimet nga kryetari i një partie. Nuk është vështirë me mendu, po vështirë ndoshta në veprim është, por me pas një vëdije të lartë kushtetuese, një kulturë të lartë politike, kishte mund të mendohet. Ose forma tjetër është, domethënë, me mjete jashtë parlamentare politike, protestat të ndryshme kështu me radhë. A jeni optimist se nëse kalohet në votimin e fshehtë do të zgjedhet kryeparlamentari? Pa optimist, tash t'i bukur shumë në ka hu për optimizmi, por ka mundësi, ka diçka do të bëjnë me sigurinë fund. Do shta nuk të vënohen shumë, por nuk duhet opinioni më shqetësu shumë, dhe me thonë se çështjet janë në detyrë, qeveria është në detyrë, pashtu edhe e kemi edhe kryetarin e parlamentit në detyrë, për situata emergjente të jashtëzakonshme mund të aktivizohen. Po, dhe zgjedhjet e reja janë zgjidhje si pas jush nëse vazhdohet kjo situatë? I lirë mendimi jam, dhe me thonë për zgjedhjet e reja nuk është, përveç që kanë një kosto, tani hipotetikisht mund të përsëritet situata, edhe më vjen shumë keq për brezin e ri që për herë të parë janë deputet, i humbë një farloj krenarie, se ne që kemi punu për këtë shtetë, kemi ndërtu këtë shtetë, kemi ndërtu për breza, për kategorinë e juj, jo për veti, kështu që vjen keq për e tyre, për ndryshë për këta që kanë matë vjetër, që kanë qenë ka 10-15 herë deputet, i kësha shkarku. Nga se nuk e kanë sigurt nëse mbahen zgjedhjet që sërish do t'jenë deputet të Kuvendit të Kosovës. Si doktrinave zgjedhore, në këto situatë të caktuar me gjitha partitë shkojnë në degradim, se nuk hynë në zgjedhje me ndonjë vlerë, por në zgjedhje hynë me pavlera. Po, dhe për fund, çfarë imazhi i kemi krijuar vendit me këtë blokadë disa mujore? Përbes, keq, të drejtë, ne kemi kontakte me miqë ndërkombëtarë, me gjitha. Çfarë thonë ata? Po, janë pak të habit me neve, të habit edhe herave tjera na kanë ndihmuar kësaj radhe, jo shumë për shkak se konsiderojmë se jemi të pavarur dhe jemi sovran për vendosjen e politikave tona. Edhe vje keq, do të thotë, por në të ardhmen une nëse vazhdon kështu kam bindje që kanë më ndërhy. Realisht ka pasur thirrje që të konstituohet sa më parë kuvendi mirë, por nuk kemi parë presion si më herët. Është një ndërhyrje diplomatike, pak indirekte, por nëse vazhdohet kështu, se janë disa interesa, jo vetëm kombëtare, por janë edhe ndërkombëtare, e dim në situatës që kemi në Kosovë, unë besoj që kanë më ndërhy. Pra, apo të regon kjo që nuk kemi pjekuri ende politike për të zgjidhur vetë problemet, por na duhet gjithmonë një udhërrëfyes. Këshilli i Sigurimit me rezolutin 2024 i ka dërguar 2 misione këto. Misionin ushtarak, që sot e kemi KFOR-in, i cili na mbron integritetin territorial atje, edhe misionin civil. Dhe kemi pas përfaqësues special, jo dine i ka qenë ekzekutiv, absolut thuat si mbret ka qenë, dhe në momentin kur është larguar konsiderohet që jemi të aftë, të përgatitur, që jemi suverenitet politik, shtetëror, dhe të mendojmë vetë dhe vendosim vetë për çështjet tona. Mirë, le të shpresojmë që deputetët do të reflektojnë dhe do të zgjidhin këtë. Unë jam optimist, Ilir jam optimist, dhe populli duhet me qenë optimist, te kalojmë këtë, dhe më thonë Kosova është një shtet i pavarur, demokratik, seriozisht, por shtetet vinë e shkojnë, mund të kemë pak probleme, por me ndalu proceset integruese Kosovën në pas mund të askush të ndalën. Profesor Kryeziu, të falenderoj që ishit në emisionin Së Drejtë për Drejtë. Bisedua me profesorin e Së Drejtës kushtetuese ish anëtarin e gjykatës kushtetuese Kadrik Kryeziu. Vazhdoni që ndroni me ne. Vazhdojmë informacionet të tjera, një numër i bizneseve të Kosovës thonë se me ofertat që kanë marrë nga operatorët për hyrjen në liberalizimin e tregut të energjisë, faturat e tyre do t'jenë të paktën 2 fish më të larta nga ato aktuale. Disa biznese thonë se nga pasiguria e krijuar do të detyrohen t'i anullojnë investimet e planifikuara për zgjerimin e tyre dhe hapjen e vendeve të reja të punës. Zhyrja në fuqi e vendimit për liberalizimin e tregut energjetik ka shkaktuar pasiguri dhe frikë në mesin e bizneseve të Kosovës. Pronari një fabrike uji me mbi 150 punëtor, Alban Shala, thot se nuk e ka të qartë vendimin për energjin, por sipas për llogaritjeve, biznesi i tij do të paguaj energji elektrike 300% më shumë se që ka paguar në të njëjtën periudhë të vitit 2024. Neve dikon në vitin e kaluar kemi pagu për periudhën e njëjtë për muajin qershor dikon 13.000 euro,
kurse tani pritet fatura diku me 50.000 euro. Unë po flas sipas ofertës të cilën e kemi pranuar nga Kesku. Por akoma nuk e dimi sa vjen, por nuk besoj që do vjen në 50.000 euro fatura mujore. Veç frikës se prodhimtaria e tij duhet ta shtrentojë çmimin e produktit, duke humbur konkurrueshmërinë në treg, Shala thot se do të detyrohet që ta anuloj edhe investimin 8 milionësh për zgjerimin e fabrikës. Normalisht që kam rreziku punëtorët, nëse edhe ndikon shitje, rrezikon edhe numri i punëtorëve, nëse na bie shitje do të më detyruar edhe me largu punëtorë prej punës. Po gjithashtu ka ndikuar edhe në vendimarrje për investimet për të ardhmen. Ne kemi një projekt dikon që kemi pasur në shumë kontratën muajin e kaluar, edhe për këtë arsye të energjisë jemi detyruar për me shty afatin për vendimarrje. Vendimi i zyrës së rregullatorit për liberalizimin e tregut energjetik, që hyri në fuqi me 1 qershor, është kundërshtuar nga përfaqësues të bizneseve, të cilët u kritikuan nga qeveria në dorëheqje. Kryeministri në detyrë, Kurti, një ditë pas nisjes së zbatimit të vendimit, e ka cilësuar një platformë shqiptare për blerje të rrymës si një ëndër për Kosovën. Ai tha se Keku ka nisur blerjen e energjisë për bizneset në treg të hapur, ndërsa ministrja në detyrë e ekonomisë Rizvanolli foli për çmimet që ofron platforma Alpex, duke thënë se në 2 ditët e fundit çmimi sillej prej 60 deri në 80 euro, por nuk dha hollësi se sa do të jetë çmimi i plot. Përtej frikës së sinqertë nga pasiguria që sjell liberalizimi i tregut në afat të shkurtër e përtej zhurmës së klithmave të pasinqerta të disave, pak por të zëshëm, të ndajmë disa qaste për ta përbrendësuar e çmuar se çfarë është duke ndodhur. Në anën tjetër, kryetari i klubit të bizneseve, Ilir Ibrahimi, i tha Radio Televizionit 21 se si pasojë e liberalizimit të tregut të energjisë, një kompani prodhuese në Kosovë vetë është mbyllur. Ibrahimi gjithashtu ka ngritur alarmin se 2 qershori bizneset i gjetin në një situatë kaotike dhe pa sigurie, duke e cilësuar postimin e ministrës në detyrë si Qesharak. Dje doli dhe e proklamoi se çmimi i energjisë është 64 euro, sot është 75 euro. Pra mbledh 2 ditësh i kini një lëvizje diku 25%. Pra tani bizneset duhet të marrin kohën e tyre dhe të shohin se sa është çmimi i bursës, i cili edhe vetë ministrja pas e ka lëvizje. Mirë, për në ato çmimet të cilat i ka paraqitur ministra nuk janë edhe kosta të shtesë, të cilat duhet i paguaj biznesi, pra të kosit, të kecit, të kekut, që është një kosta rreth 35% e çmimit të bursës. Pra është një situatë kaotike, askush nuk po e di se çfarë po ndodh, përfshirë këtu dhe ministren, dhe këto deklaratat të cilat po bëhen janë vetëm deklarata për populizëm. Në lidhje me situatën e krijuar për liberalizimin e tregut energjetik, odat ekonomike dhe bizneset kanë paralajmëruar se nuk do t'i ndalin protestat deri në shtyerje të këtij vendimi. Këtë të hënë në Prishtinë filloi edicioni i 3 i forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë. Në këtë forum të pranishëm ishin delegacione nga 45 shtete të botës. Presidentja Osmani në prag të 30 vjetorit të gjenocidit në Srebrenicë ndau medaljen presidenciale të meritës për nënat e Srebrenicës. Për të tretën herë Prishtina u bë vend takimi zërave nga e gjithë bota, me mbi 150 folës nga 45 shtete të botës e 30 panele diskutimi. Këtë të hënë nisi forumi ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë. Presidentja Osmani si një koqire e këtij forumi në fjalimin mirëseardhës theksoi nevojën e mbrojtjes së grave dhe fëmijëve. Përjetimet e tyre sipas Osmanit janë dëshmi e gjallë se Kosova është ngritur nga hiri. Ladies and gentlemen, just over 2 decades ago, vetëm 2 dekada më parë, fëmijët e këtij vendi kanë qenë dëshmitar të tmerrit që asnjë fëmijë nuk duhet as ta shoh. Nënat kanë humbur dhe varrosur fëmijët e tyre si rezultat i luftës. Në kohën më të keqe të vendit, kanë qenë gratë e këtij shteti që kanë mbajtur zemrat tona bashk. Ato kur s'kan pranuar të shihen si viktima, por si ndërtuese të paqes. Nuk kanë menduar vetëm për lirinë tonë, por për drejtësinë, dinjitetin dhe të ardhmen që ja vlen të jetohet. Ato vazhdojnë të bëjnë këtë çdo ditë që kalon. Guvernatori i përgjithshëm i shtetit të Antigua dhe Barbudas, Rodney Williams, tha se trauma e luftës nuk ndalet kur përfundojnë luftimet. Ato vazhdojnë të jetojnë në çdo shtëpi që e ka përjetuar një gjë të tillë.
Your nation's journey Rruga e vendit tuaj nga konflikti në vetbesim është një dëshmi e fuqisë së këmbguljes dhe qëllimit. Takimi ynë në këtë tokë që dikur ishte shkatëruar nga lufta dhe sot përpiqet për paqe nuk është e paqëllimshme për asnjërin nga ne. Ne kujtojmë se paqja nuk është kurrë aksidentale, ajo fitohet, mbrohet dhe ruhet përmes vizionit, përfshirjes dhe guximit. Kryeparlamentarja e Shqipërisë Elisa Spiropali tha se kurdo që kanë pasur hapësirën e nevojshme, gratë kanë dëshmuar se janë arkitekte të paqes. Across our region, Në rajonin tonë të gjithë e dim fare mirë çmimin e të mërshëm të konflikteve dhe pikërisht për këtë edhe fuqinë e madhe të pajtimit. Megjithatë ekziston një e vërtet e hidhur. Gratë dhe fëmijët janë ata që paguajnë gjithmonë çmimin e rënd të luftrave dhe konflikteve. Por ne gjithashtu e dim që grave kur ju është dhënë mundësia, e për më tepër kur janë fuqizuar kanë qenë faktor ndryshimi, arkitekte të paqes dhe kompasi morali i shoqërive tona. Në prag të 30 vjetorit të gjenocidit në Srebrenicë, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani u ndau medaljen presidenciale të meritës nënave të Srebrenicës, të cilat thanë se nëse çdo gjë kanë humbur, krenarin jo. Edhe nëse kam mbetur pa të birin, pa vëlla, pa familje, pa qytetin tim, pa tokën time, unë e kam nderin dhe i kam hapur syt për dinjitet njerëzor, për drejtësi dhe për paqe, për të drejtën e çdo njeriu, për shtetin tim që të mbështetet në paqe, jetë, liri, në të drejtën për të shprehur fen apo bindje që na është mohuar në vendlindjen tonë. Forumi ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë vazhdon edhe të martën e 3 qershorit. Në forumin ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë nuk mori pjesë ish presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Nga zyra e Jahjagës thanë se nuk kanë planuar ftesë, ndërsa të kundërtën e thonë nga presidenca. Mbi 1000 mysafir nderuan me pjesëmarrjen e tyre forumin ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, por përkundër kësaj nuk kaloi pa u hetuar mungesa e ish shefes së shtetit të Kosovës Atifete Jahjaga. Kjo nuk qe rastësi pasi zyra e saj konfirmoi se zonja Jahjaga nuk kishte marrë ftesë për pjesëmarrje në këtë forum ndërkombëtar. Këtë vit, presidentja Jahjaga nuk ka marrë ftesë për të qenë pjesë e forumit për gratë, paqen dhe sigurinë. Por ndryshe flasin nga zyra e presidentes Osmani, duke i thënë Radio Televizionit 21 se njëra ndër prejullseve në këtë forum ishte rezervuar pikërisht për ish presidenten Atifete Jahjaga. Por siç potencuan nga kabineti i Osmanit, zyra e Jahjagës kishte kërkuar ftesë të veçantë. Ftesa i është dërguar ekipit të zonjës Atifete Jahjaga, por kanë kërkuar ftesë të personalizuar. Ndryshe, në edicionin e 3 të forumit ndërkombëtar për gratë, paqen dhe sigurinë, po marrin pjesë mbi 150 folës nga më shumë se 45 vende të botës, të cilët do të paraqiten në më shumë se 30 panele diskutime. Zëvendës kryeministrin detyrë i Kosovës Besnik Bislimi pas takimit mbajtur sot në Bruksel me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen, ka thënë se ishte paraparë që sot të mbaj një takim trilateral, por ekipi Serbis ka hasur në vonesa për arritjen në Bruksel. A i tha se në këtë takim të parë me Sorensenin, ja ka treguar qasjen që do të ketë në fazat e ardhshme të bisedimeve që do të zhvillohen në nivel të krye negociatorve, apo edhe në takimet e larta që do të udhëhiqen nga Kaja Kallas. A i tha po ashtu se sot ka ngritur rastin e menaxhimit të integruar të kufirit, ku ka ngecje të mëdha nga ana e Serbisë dhe shkeljen e të drejtave të shqiptarëve në lugin të Preshevës nga pushteti në Serbi. Pas një hetimi të gjerë dhe të koordinuar nga Prokuria Themelore në Gjilan, janë ndaluar 15 persona të dyshuar për kryen e veprës penale mashtrim kompjuterik, si dhe vepra të tjera të lidhura me keqpërdorimin e sistemit financiar. Sipas njoftimit të prokurisë, ata dyshohet se nga janari deri në tetor të vitit 2024, në komunën e Vitis kanë vepruar në mënyrë të organizuar për të përfituar pasurinë në mënyrë të kundërligjshme. Hetimet paraprake tregojnë se të dyshuarit kanë shfrytzuar një boshllëk teknik gjatë sinkronizimit të transaksioneve ndërmjet platformës e-banking dhe ATM-ve
të Raiffeisen Bankës. Gjatë një periudhe prej vetëm 15 sekondash, ata kanë arritur të tërheqin shumë të ndryshme parash, duke shkaktuar një dëm material prej 186.000 eurove. Përveç akuzës për mashtrim kompjuterik, ndaj dyshuarve rëndojnë edhe akuza për lëshim i çeqeve pa mbulesë ose të rrem dhe keqpërdorim i kartelave bankare apo kreditit në bazë të kodit penal të Republikës Kosovës, thuhet në njoftim. Rikthimi i fruthit në Kosovë ka alarmuar institucionet shëndetësore. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik apelon për vaksinim të fëmijëve, ndërsa prindërit kërkojnë fushata për rëndësinë e vaksinimit. Alarmi për përhapjen e fruthit në Kosovë ka vënë në lëvizje prindërit dhe institucionet shëndetësore. Shkaku i rritjes së rasteve, shumë familje po marrin masat menjëhershme për mbrojtjen e fëmijëve, duke i vaksinuar me vaksinën kundër fruthit, shytave dhe rubeolës. Sipas të dhënave të fundit nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës, deri tani janë raportuar 24 raste me fruth, shumica prej tyre të fëmijëve të pavaksinuar të moshës 1 deri në 2 vjeç. Faik Hoti nga IKSHPK-ja thekson se vaksinimi është mënyra më e sigurt për të parandaluar përhapjen e fruthit. Ne i lutim prindërit që të jenë shumë të vëmendshëm, të mos bien në kurthin e këtyre dezinformatave apo keq informime, të marrin informata nga raport nga profesionistët shëndetësorë dhe t'i vaksinojnë fëmijët e tyre qoftë me dozën e parë apo me dozën e dytë. Ekzistojnë argumente të panumërta, të cilat dëshmojnë se kjo vaksinë është e sigurt, nuk ka efekte anësore dhe se kjo ka bërë mrekulli duke eliminuar fruthin nga shumë shtete të ndryshme të botës. Infektologu Hamdi Ramadani bën thirrje për kujdes dhe informim duke sqaruar simptomat, mënyrën e përhapjes dhe rëndësinë e ndërhyrjes së shpejtë. Në kuadër të protokollit në nivel edhe botëror, edhe tek ne është fut në atë që quhet grupi nëse kalendarin e sëmundjeve infektive parandaluese ose preventive në kuptimin që mendoj fëmijët e vegjël duhet të marrin vaksinën e frutit ose kundër frutit, vaksinë kjo e cila për shiqëuesit dhe dëgjuesit tuaj mund t'ju them është vaksinë e sigurt, është vaksinë shumë imunogjene, vaksina më e mirë që ka prodhuar deri tash shkenca e mjekësisë. Përballë këtyre zhvillimeve, shqetësimi është i pranishëm edhe në mesin e qytetarëve, të cilët kërkojnë më shumë fushata informuese dhe kujdes nga prindrit. Tash kemi një bebe të vogël, stërgjyshja. A do ta vaksinoni fëmijën? Pa besoj që po, se janë shumë kujdesshëm me saj. Për gjitha edhe për poliomilet edhe për gjitha vaksinat, prind duhet domosdo me shku edhe me kujdes për fëmijët e tyre, për neprit e tyre dhe kjo është e detyrueshme. Jenë vaksinu dhe duhet më vaksinu. Kundra fruthit po, se ajo është vakcinë shumë e muajshme, edhe është e licencuar fort moti. Fruthi nuk është thjesht një sëmundje e fëmirisë, është një rrezik real për shëndetin publik kur vaksinat anashkalohen. Institucionet shëndetësore bëjnë thirrje për vigjilencë, ndërsa vaksinimi mbetet arma më e fortë në mbrojtje të fëmijëve tanë dhe shëndetit kolektiv. Kompania e telekomunikacionit IPCO ka nënshkruar marrëveshje me artistë të skenës muzikore Ledri Vula dhe Eraj Strefi, duke i bërë ata ambasadorët më të rinj të kësaj kompanie. Kësaj radhe nuk u bashkuan për një këngë, por për diçka ndryshe. Ledri Vula dhe Eraj Strefi janë figurat më të reja që i u bashkuan kompanisë së madhe të telekomunikimit IPCO si ambasador të saj. Udhëhecja e njësisë së komunikimit të kompanisë IPCO, Afrika Zyferi, tha se ky bashkëpunim pasqyron vlerat që IPCO përfaqëson për konsumatorët. Ledri dhe Era e përfaqësojnë zemrën dhe zërin e këtij brezi, që kërkon të jetojë lirshëm, të shpreh veten dhe të krijojë pa kufi. Dhe ky është brezi që ne e kemi shoqëruar që nga momentet e tyre të para, me një telefon në dorë dhe me një ëndër për të ndjekur. Tani e kemi sjell më afër këtë lidhje, duke bashkuar teknologjinë me artin dhe me emocionin në mënyrën më natyrale të mundshme. Drejtori i shitjes Arianit Duraku, përpas sukseseve të mëparshme të IPCO-s, theksoi se ky bashkëpunim do të sjellë më afër përvojën dhe emocionin, ashtu siç operatori IPCO ka dhuruar gjithmonë. Kohëve të fundit kemi vërejtë që si kompani kemi investuar kogja shumë edhe në
modernizim të teknologjisë, modernizim të infrastrukturës, sidomos investimet, fokusi kryesor në investime ka qenë pjesa e teknologjisë 5G. Edhe vlen me përmend që për një kohë shumë shkurt kemë arritë që mbi 50% teritorit Kosovës ta mbulojmë me të njëjtën teknologji. Është shumë rëndësi me përmend që si kompani klienti gjithmonë ka qenë në çdo qendër të iniciativave dhe ky bashkëpunim është në një mënyrë tjetër për të sjellë më afër teknologjinë, përvojën dhe emocionin që produktet tona ofrojnë. Menaxheri i artistëve Vula dhe Istrefi, Faton Shoshi, u shpreh se ndihet me fat që të dy artistët janë figura të një kompanie si IPCO. Unë nina shumë i privilegjuar që dy artistat e mi janë imazh i një prej investimeve më të mëdha ndërkombëtare në Kosovë dhe më të suksesshme që është. Edhe që do të them faleminderit edhe na jemi privilegjuar me kon pjesë e IPCO-s edhe bashkëpunim me pas me IPCO. Artistët Era Istrefi dhe Ledri Vula u shprehen të lumtur për këtë bashkëpunim. Sipas tyre, IPCO ua ka bërë më të lehtë kohën kur ndodhen jashtë shtetit, duke ju ofruar shërbime të internetit. Veç me thonë që jam shumë e privilegjuar që këtë vit jam imazh i IPCO-s. Gjithmonë ka qenë na ka sjell atë ëndrrën virtuale që është po shumë të modernizuar me filma, me gjana, me rrit me IPCO-n. Kështu që është shumë cool që jam imazh këtë vit dhe jam shumë e lumtur për këtë. Mu për vetë më ka lehtësuar jetën, sa mu po vjen non-stop me qenë jashtë shtetit edhe se kom problemin me internet, mu lidh me familjarën, me shokë që jashtë gjithashtu edhe Counter-Strike luj shpesh edhe IPCO pingu për rënë mirë, me IPCO e kam. Bashkëpunimi mes kompanisë IPCO dhe artistëve Ledri Vula e Era Istrefi do të përcillet me oferta dhe aktivitete të ndryshme. Basketbolli kosovar mbylli një prej edicioneve më të zjarta të dekadës së fundit. Në një intervistë për televizionin 21, Kreu Federatës Basketbollit Kosovës, Arben Fetao, e vlerësoi përfundimisht kampionatin, por paralajmëroi ndryshime në ekipin kombëtar. Pas një sezoni emocionues në elitën e basketbollit kosovar i shoqëruar me risit në serinë e play-offit dhe me mira tifozë në palestra, Federata i Basketbollit të Kosovës e vlerëson këtë edicion pozitivisht, por paralajmëron ndryshime të rëndësishme në horizont për ekipin kombëtar. Në finalja do të vërtet të vendosi atë ajkën, atë qërshin mbi tort, për shkak se patëm një seri jashtëzakonisht mirë. Pak sa kemi pas frikë në fillim, kur kemi fol para fillimit të edicionit, kemi pas pak frikë lidhur me atë sa është vendimi mirë që të shkohet deri në 4 të fituara, do të thotë në nivel të finaleve apo jo, por vërtet është dëshmu që ka qenë vendimi i duhur, për shkak se ato 6 finale të cilat i dëshmuan këtë edicionin e fundit vërtet kanë qenë kënaqësi për të shikuar. Sipas numrit 1 të FBK-s, Arben Fetahut, interesimi është kaq i madh për basketbollin për dy arsye. Besoj se është një farë miksture të dyjave, do të thotë nuk mund t'i atribuohet sigurisht vetëm ngritjes së cilësisë, por në anën tjetër rivalitet ka pasur edhe në vitet kur cilësi në terren nuk ka pas edhe shikues në basketboll nuk ka pas. Kështu që është një farë përzierje të dyja këtyre, e cila na ka sjellë me këtë shikueshmëri të lartë, do të thotë spaku tek ne, te kjo pjesë e botës, do të thotë tek Ballkani edhe te kjo pjesa e Evropës, më jugore, më mediterane, do të thotë është ajo e cila e sjell masën në palestra, e sjell rivaliteti. Do të thotë secili prej nesh vim prej një vendi, prej një qyteti dhe e dim se sa është i rëndësishëm emocionalisht klubi i qytetit për secilin prej qyteteve tona. Pavarësisht rivalitetit në ligë, suksesi në arenën ndërkombëtare nga kombëtarja e Kosovës mungon ende. Kombëtarja e Kosovës duhet të ripërtrihet. Kjo është e pashmangshme dhe mendoj që duhet të ripërtrihet nga nëntori e tutje, nga ndeshjet e para pse do t'i kemi këtë nëntor. Mendoj se ka vërtet lojtarë, do të thotë djem që janë bërë edhe burrat ashtu, dhe djem po vjen pak me thonë, cilët i kanë bën këto 10 vite për basketbollin e Kosovës, kanë bën më shumë se sa që nga një herë ndoshta edhe vetë basketbolli i Kosovës e ka merituar. Por është koha që të bëjmë një përtrirje dhe është koha që t'i japim hapësirë lojtarëve të ri. Kjo është e pashmangshme besoj. Fetahu shtoi në fund se për Federatën e Basketbollit nuk ka pushim në verë, pasi që do të grumbullohen 5 përfaqësuese të gjeneratave të reja dhe do të organizohet kampionati 3x3 si dhe Evropiani divizionit C për femra U18.
Këtë përmbyllim emisionin e sotëm 21 drejt për drejt, që falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.